Ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Omerin radhiyallahu anhu me një fletë prej Teuratit dhe i ka thënë e mutahawwikuna ya ibn al-Khattab, do thot a gremiseni në të o biri Khattabit, fa walladhi nafsi bi yadihi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i. Ka thënë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, sigur të kishte qenë Musa i gjallë, nuk do të kishte pasur zgjidhje përveç se që të më ndjek mua. Do thot, ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është abrogues i të gjithë feve të mëparshme dhe të gjithë librave të mëparshëm. Dhe në realitet Allahu i ka obliguar pejgambert që nëse vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tyre që ta ndjekin dhe besojnë në të. Ka thënë Allahu: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin." Do thot kur Allahu u ka marr besën pejgamberëve, pra i ka detyruar që ta japin fjalën se pasi u kam dhënë librin dhe urtësinë, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, pastaj ju vjen ai pejgamberi që e vërteton atë të cilën e keni ju, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, do të thonë me do e mos do t'i besoni atij dhe do ta ndihmoni atë. Qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, edhe u ka thënë a besuat dhe a pranuat dhe a morët, do të thonë këtë besatim. Qalu aqrarna, pra secili prej pejgamberëve ka thënë besojmë dhe e pranojmë dhe aprovojmë. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, pra dëshmoni ju këtë dhe unë jam dëshmitar mbi ju.